Mjekët japin urdhër, mos pini kafe turke nëse vuani nga këto 4 sëmundje. Tani e dimë se kafeja ka vlera të pasvendësueshme për shëndetin. Kafeja ka mira minerale të ndryshme të cilat ndikojnë në përmirësimin e shëndetit tonë. Por, a e kishit menduar ndonjëherë se cila kafe është më e shëndetshme dhe sa filxhan kafe duhet të konsumojnë çdo ditë? Në shtëpinë tonë, kafeja turke është ajo një nga shoqërueset e përditshmërisë. Vetëm kur jemi në lëvizje, duhet të konsumojmë kafen ekspres si një zgjedhje më të shpejtë dhe gjithashtu sipas ekspertëve, ajo mund të jetë edhe me përfitime të ndryshme. Madje, askujt nuk I ka shkuar në mend për të zvendësuar kafen turke me ndonjë lloj tjetër. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Por a e keni menduar ndonjëherë nëse merrni të njëjtat vlera kur pini kafe ekspres njësoj si kur pini kafe turke? E vërteta është se jo të gjitha llojet e kafes kanë të njëjtat vlera për organizmin. Por cilat janë ndryshimet kryesore midis kafes turke dhe asaj ekspres? Kafeja turke është ajo e cila ka përqendrimin më të lartë të vlerave të bimës së kafes. Pas përgatitjes së saj ka një hap, bluarjen e kokrave të pjekura të kafes dhe gjithashtu edhe zgjerrjen e tyre me ujë, ndërsa kafeja ekspres kalon në disa procese të tjera. Ndryshimi I parë është koha e pjekjes së kokrave të kafes. Kokrat e kafes ekspres piqen më gjatë dhe gjithashtu më pas shtypen dhe siten për të prodhuar kokrizat në madhësinë e rërës. Por cilat janë vlerat dhe ndikimet e saj në organizëm? Më pas ato përgatiten në ekspres duke bërë të mundur largimin e 2 mineraleve që ndodhen te kafeja, kafestol dhe kaefolian. 2 mineralet yndyrore të cilat gjenden kryesisht te bima e kafes, të cilat janë po aq të rëndësishme sa edhe antioksidantët. Por cilët persona nuk duhet të konsumojnë kafen turke? Sipas Elsait, në këtë video do të rendisim arsyet edhe mënyrat për të evituar ndikimin e saj në organizëm. Për njerëzit të cilët të vuajnë nga kolesteroli I lartë, ose që kanë në familjen e tyre raste të sëmundjeve të zemrës, këto 2 minerale janë vërtet të dëmshme për organizmin dhe shëndetin e tyre. Studimet e fundit kanë vërtetuar se këto 2 substanca, tek personat që vuajnë nga kolesteroli I lartë, rrisin dukshëm riskun e bllokimit të arterieve, duke përkeqësuar kështu edhe shëndetin tuaj të zemrës, pasi ajo nuk furnizohet mjaftueshëm me gjakun e nevojshëm. Pirja e kafes turke tek këta persona rrit të dukshëm nivelin e kolesterolit me 10%, duke qenë se kafeja turke përmban 7.2 mg të kafestolit dhe 7.4 të kaefolit, ndërkohë që kafeja ekspres përmban vetëm 1 mg nga secila substancë. Kjo, për ekspertët, është një dhënë e dobishme, pasi tregon se njerëzit, të cilët të vuajnë nga kolesteroli, nuk duhet të konsumojnë shumë kafe ekspres. Për njerëzit të cilët nuk kanë këto probleme, kafeja turke nuk përbën ndonjë rrezik ose dëm për organizmin, sa kohë që pihet 1 deri në 2 filxhan në ditë. Tani e dim se kafeja ka vlera të mira për shëndetin, por tregohuni të kujdesshëm me sasinë e konsumuar të saj. Prandaj, sigurohuni të konsumoni kafen sa më natyrale për të evituar kështu gabimet që mund të shkaktojë ajo në organizëm. Gjithashtu, besohet se kafeja mund të ketë ndikime edhe në zemrën tuaj. Një grup shkencëtarësh nga Gjermania kanë zbuluar se kafeina bën që qelizat e enëve të gjakut të reagojnë në mënyra të caktuara. Përmirëson mënyrën e funksionit të qelizave duke I bërë ato të performojnë si të reja. Studiuesit besojnë se sasia optimale e kafes që na duhet për të mbajtur zemrën të re për më gjatë dhe më të shëndetshme është jo më shumë se 4 filxhan të ndara në baza të ndryshme ditore. Por, nëse keni intolerancë, më mirë mos e konsumoni atë. Konsumatorët e kafes jetojnë më gjatë. Gjatë viteve, studiuesit kanë vërejtur se konsumuesit e rregullt të kafes
kanë më pak të ngjarje që të preken nga kushte të ndryshme shëndetësore. Lista përfshin problemet e zemrës, goditje në tru, lëndimet, sëmundjet e frymëmarrjes, infeksionet dhe diabeti. Një studim masiv i 400.000 të rriturve në SBA zbuloi se njerëzit, të cilët pinë çdo ditë kafe, kishin më pak të ngjarë të humbisnin jetën nga ndonjë shkak, më shumë se sa njerëzit që ndërprisnin edhe konsumin e kafes. Por mos e teproni me konsumin e kafes. Njerëzit që pinë rregullisht shumë kafe mund të pësojnë disa ndërlikime shëndetësore. Pirja e më shumë se 6 filxhan kafe në ditë mund të rrisë riskun e sëmundjeve në zemër deri në 22%, citon Healthline. Por duhet të tregoheni të vëmendshëm me pirjen e saj në mënyrë që të evitoni gabimet dhe të merrni përfitime të duhura. Ekspertët vazhdimisht këshillojnë konsumin e kafes pa sheqer të shtuar në të ose aditiv të ndryshëm ëmbëlsues. Kështu përfitimet e saj në dobi të organizmit do të jenë vërtet të mëdha dhe gjithashtu do të keni shumë përfitime për të. Njerëzit që vuajnë nga tensioni i lartë i gjakut duhet të tregojnë kujdes me kafen sepse ajo mund të rrisë riskun e atakut në zemër. Për të arritur në këto konkluzione, një studim italian analizoi të dhënat e 1200 personave nga mosha 18 vjeç deri në moshën 45 vjeç. Ekspertët përmbledhën dhe analizuan të dhënat mjekësore në arkun kohor të 12 viteve. Pjesëmarrësit në studim testuan tensionin sistolik të gjakut që varionte nga 4 deri në 15.9 dhe një tension diastolik që varionte nga 9 në 9.9. Gjetjet e studimit italian mbi këtë lidhje me kafes dhe tensionit të lartë dhe atakun në zemër treguan se personat që pinë më shumë se 3 deri në 4 filxhan kafe në ditë mund të ndikojnë në rënien drastike të tensionit dhe të ndikojë gjithashtu edhe në gjendjen e tyre shëndetësore. Prandaj tregohuni të kujdesshëm me sasinë e kafes që përzjedhni në dietën tuaj, pasi konsumatorët e tepërt të saj mund të kenë ndërlikime të mëdha në shëndetin e përgjithshëm. Shumë kafeinë mund të shkaktojë presion të lartë të gjakut dhe efekte të tjera anësore në organizëm, që mund të shkaktojë gjithashtu edhe dëme të mëdha në shëndetin e përgjithshëm, duke shkaktuar marramendje, tiroide, dhimbje koke, rrahje zemre jo normale. Falë një studimi të kryer në Universitetin e Australisë së Jugut, tani kemi një kufi maksimal se sa kafe mund të konsumojmë në ditë pa u ngarkuar dhe pa u prekur nga sëmundjet kardiovaskulare. Për të ruajtur një shëndet të mirë të zemrës dhe një presion të shëndetshëm të gjakut, njerëzit duhet të kufizojnë kafen e tyre në më pak se 6 gota në ditë. Bazuar në të dhënat, studiuesit treguan se kafeina fillon të ndikojë negativisht edhe në bazat e dietës suaj duke shkaktuar rritjen e problemeve kardiovaskulare, citon Hipon, autori i studimit. Një antioksidant i quajtur acid klorigjenik mund të ndihmojë në ruajtjen e funksionit të enëve tuaja të gjakut dhe të pengojë gjithashtu pllakëzimin që mund të bllokojë arterjet. Por kafeina e tepërt jo vetëm që mund të rrisë shanset edhe për presion të lartë të gjakut, por gjithashtu mund të çojë edhe në forcimin e arterieve, dy faktorë kryesor që rrisin shanset për sëmundje të zemrës. Prandaj, sipas këshillave të studiuesve, jeni të kujdesshëm edhe me konsumin e kafes, pasi pirja e saj në doza tepër të mëdha mund të ndikojë negativisht në imunitetin tuaj dhe të shkaktojë efekte anësore të shëndetit tuaj kardiak. Ekspertët këshillojnë që kafen të mos e konsumoni me stomakun bosh, pasi mund të ndikojë në çështjen tuaj tretëse dhe të rrisë gjithashtu komplikacionet e saj. Tregohuni të vëmendshëm me sasinë e kafeve që pini edhe në mbrëmje, pasi pirja e kafes në sasi të tepërt në mbrëmje mund të ndikojë te cilësia juaj e gjumit, duke shkaktuar kështu edhe rritjen e problemeve të pagjumësisë, citon Healthline. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme,
masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.